Një rast du me ju të regue, kur unë kam qenë talebe, nxënës në Damask, në medresen El Furqan, para 33 viteve apo 4 viteve. Nuk e ditë është saksisht ka qenë 78 apo 79. Hoxha joni atë hershëm, inshallah është gjallë, si të ka vdek, Allah i rhamu, si të është gjallë, Allah i e fërcoft. Tu ecna, në koridorin e medreses, ai hoxha jon, edukator hoxh me kuptim të fjalës, në ato ecma atë shokun jashtini dorën në xhep. Shumë interesant. Edhe janë nxori prej xhepit 200 marka i pat. Atëherë me marka jemi marrë jashtë kur dalsh. Janë nxori 200 marka edhe i tha miki edhe 100 marka. Edhe na me befasije për collëm. Tash me tashti sot djalit tënd më ashtë i dorën në xhep ta nalën. Ose vllai yt ose djali i babës më ashtë i dorën në xhep, ndoshta ja nalën. Kjo është shumë një çudi. Jashtini hoxha dorën në xhep djalit, talebës, edhe çato i qelluan. Kur i nxori 200 marka i pa, tha mi ke edhe 100 marka. Talebja ke i edukuam, tha si urdhroni. Shkoj të arka vetë ku banojshim atje, dhe më thonë të senekit e fioki vetë, i nxori edhe i përmo dhe 100 marka orda. Këtë gjestu në e pashe, përjetova. Ja dha, pas 2-3 ditëve, po i shohim aty në kopshtin e shkollës të medreses, 3 dele. Të nesër më në ato 3 dele, i kanë prej, kemi hangër talebët. Në zonë sa të shkollës, 120-30 vetë sa e mi ka nuk dita është saksisht, këtë u kry. Mirë për na që ishim 3 të moshës së re, po am një gjest kësisoj edhe nuk ditëm me e qitë në sit, me e qitë në shosh, me e shoshit, qëfar ndodhi? Kur u kryën, tash medresja kryëm, e po am vetin u bom hoxalar, për i thone ati hoxhës, qka ke kjo punë që ti e bane qështu me filan falanin? Tha i filan falani, prej fjalëve të hoxhës, tha i kishin vdekur fëmija. I vdiste një, i vdekshin fëmija. Dashta me bani i ijtihad, një lutje të Allahu subhanahu wa ta'ala, për mes sadakas. E dini se sadakaja i pezullon disa gabime, disa taksirate, disa të këqia prej muslimanit, edhe dashta në këtë formë më shkua. Edhe kjo rezultati shumë i mrekullueshëm, janë nxorë parët, i blejtëm kurbana, i hangrën talebët, dashti Zoti xhalleshanu, ati personi i dha Zoti e vlat, edhe i jetuan e vlat e ti, tash unë e di ata e vlat e ti jenë martua. Subhanallah, do me thane pash një gjest në praktik, në vepër. Për kur gjatë tjetër i thojnë arabishtë ijtihad, një mendim tandin të japish që nuk i del prej nuk del prej vijave të dinit islam, që është mranda kornizave të dinit islam, me bo një gjest. Edhe mu para 2 mujve apo 3 disa ka, me ardi kjo familje nga jashtë, kështu kemi, thash, e kom përjetua një rast, ta përjetojmë një rast tjetër me juve, i duam 3 kurbana, ne kanë qua lekt paret pra, i kemi bojnë, kena prej, alhamdulillah, i hangrëm, Allah i dhasht bereqet edhe atyne, edhe juve që keni ardhë, se i një mundu pak për larkë, mirë po kjo bereqeti i kësaj ka qenë.